Jemi sërish bashkë, ndërkaq që në këtë pjesë do të flasim për diçka tjetër, do të flasim për sfidat me cilat përballen çdo ditë prindërit e fëmijëve me autizëm, dhënia informatave profesionale dhe rekomandimeve praktike, të cilat përmes një organizimi do të mundsohen që të merren online. Gjithë këtë iniciativë ka marrë vetë psikologja Naile Hoxha, që është psikologe për fëmijë, cilën e kemi në studio. Mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit. Naile, shumë mirë që po organizohet themi kështu një trajnim online. Kemi pas shumë familjar themi kështu që na kanë treguar për sfidat që kanë çdo ditë për kujdesin e fëmijëve që janë me autizëm. Çka po planifikoni këtë herë? Çka do t'ju lehtësohet atyre? Atëherë, përmes trajnimit, qëllimi është që të jepen rekomandime sa më specifike dhe praktike se si prindërit e fëmijëve me autizëm munden me qasë dhe munden me stimulu zhvillimin e fëmijës së tyre në ambientet të shtëpisë. Nga njëherë një intervenim jo i duhun, një qasje jo e duhun, din me ndiku drejt për së drejt që një fëmijë ndoshta me pas më të vështirë pavarësimin edhe me kriju ndoshta një varësi me thonë prindimës së vazhdueshme pe prindit apo personave të tjerë të familjes. E përmes trajnimit kam tentuar që mi ofru ato rekomandimet në çdo fushë të zhvillimit se çush mundën me stimulu fëmin edhe çush mundën me ndihmu sa më shumë gjithmonë duke inicu drejt pavarësimit të fëmisë. A keni provu këtë praktik më herët apo është hera e parë që e organizoni? Në formën online do të është hera e parë që organizoj trajnimin, mirë po me prindërit e fëmijëve të cilët punoj do të vazhdimisht ju jap rekomandime se si t'i qasin do të fëmijës në ambientit të shtëpisë. E kësaj radhe falenderoj edhe Gentianën e cila është do të menaxhuese e grupit prindërimi, e cila faktikisht e ka postu edhe në grup, ka një farë forme, qëllimi ka qenë që sa ma shumë prind, mu informu, me kuptu, edhe sa ma shumë prind me marrë informata, të cilat një farë forme ka një ndihmu në raport me fëmijën e tyne. Po gjatë punës do të time me fëmijët me autizëm, prindërit janë vazhdimisht pjesë e seancave terapeutike, ku përveç do të ambientit se është rëndësishme që objektivat apo gjanat të cilat fëmija i mëson mi generalizu edhe me persona tjerë. Për shkak se fëmijët me autizëm din ka raste kur fëmija vjen edhe komunikon me mu, do të edhe i zhvillon do të në fushat ndryshme, është më i koncentruar, qëndron ulun, karrike, shumë gjana tjera pozitive, mirë po kur vjen pjesa tek prindi, fëmijët din me qenë për shkak se është edhe ky aspekti emocional që din mu lazdru, ndoshta me thonë pak më shumë din me rezistu, me pricu, po tek të gjithë. Pak më shumë do të përmes rekomandimeve do të që u japin prindërve e kanë më të lehtë mu qasë dhe din qysh me reagu në një situatë specifike. Tha që e keni bo publike tash, po më intereson sa ka pas interesim, sa kanë qenë numri i prindve që janë lajmëru për me qenë pjesë e themi kështu kësaj iniciative online? Deri tash ka një numër të konsiderueshëm të prindve që veç janë të interesuar, madje ka pas raste dhe profesionistë të fushës të cilët kanë dashur me qenë pjesë e trajnimit, po do të ka interesim, mirë po sa më shumë prind që interesohen edhe marrin pjesë, qëllimi është me ndihmu sa më shumë prindve që kanë fëmijë me autizëm. Po. Në anën tjetër, flasim pak për atë se këto themi seancat fizike tek logopedi, tek psikologu për fëmijë, ka një kost, është një ankesë e vazhdueshme e prindërve. Pa dashur të mohojmë natyrisht angazhimin tuaj si psikolog. Prandaj besoj që këto seanca online ose përsëritën do të jetë një lehtësim bukur i mirë për familjarët që ndoshta nuk e kanë mundësinë që të vinë fizikisht, por pas kohe në këtë formë do t'i marrin ato informatat e duhura. Po, fatkeqësisht kostoja do të për prindrit, do të të fëmijëve me autizëm përveç seancat stimuluese kanë koston edhe për asistentët mbështetës të cilët i kanë në kopshte apo në shkolla. Do të përmes kësaj forme online, unë faktikisht mendoj ku pas kohe të realizoj trajnime të formës së tillë ku do jenë me vetë iniciativë time dhe do jenë pa pagesë. Normalisht që për shkak edhe të angazhimeve të mia mund të mos jenë shpesh të realizuara. Këtë kam zgjedhur edhe pikërisht muajin prill, i cili është muaji i ndërgjegjësimit për personat me autizëm, që prindrit sa më shumë të informohen për ndoshta elementet apo vështirësitë e para të cilat mundet mi shfaq një fëmijë me autizëm, edhe rëndësinë që mundet me pas që sa më herët që
ata prind intervenojnë, qoftë në seanca stimuluese terapeutike, qoftë përmes stimulimit apo nxitjes të cilë mund t'ja bëjnë fëmijës së tyre, do i ndihmojnë shumë drejt pavarësimit të fëmijës. Për ta dhënë informacionin zyrtar, kur është data, kur planifikohet që të mbahet kjo? Do të më datën 15 nga ora 20:30, e kam planifikuar orën kur prindërit janë më të lirë, po edhe kanë më të lehtë çasjen, do të thotë këtë mërkure do ta mbajmë. Po, pra data 15 prill nga ora 20:30, pra gjithë familjarët, themi kështu prindërit që kanë dëshirë për këto informacione nga psikologja, mund t'i marrë informacionet, besoj keni edhe faqet zyrtare në Facebook. Por do kalojmë në anën tjetër, pak psikologët flasim se si është ndoshta kjo përballja me fëmijët, kujdesi që duhet ta marrin nga psikologët çdo ditë, si mund ta përshkruash një ditë tuajën të punës? Fëmijët me autizëm fillimisht janë pjesë e shoqërisë. Do të thotë unë jam shumë pro asaj që ata duhet të inkuadrohen në çdo institucion të rregullt, në kupshte, në shkolla të rregullta. Është një punë e cila kërkon shumë punë, përkushtim edhe durim. Ka fëmijë me autizëm të cilët do të thotë për një periudhë shumë të shkurtë kohore kanë një rezultat jashtëzakonshëm, mësojnë shumë shpejt. Ka të tjerë të cilët të mësuarit ndodh pak më ngadalë, duhet më shumë punë, më shumë kohë, më shumë durim. Secili fëmijë është specifik edhe i ka ato veçantitë e veta. Do të thotë disave mundet m'ju dash pak më shumë kohë, disa do të thotë mësojnë më shpejt. E rëndësishme është që në momentin që realizohet intervenimi i hershëm, prindrit momentin që vren që fëmia ka vështirësi jo domosdoshmërisht të marrin diagnozë të autizmit dhe intervenojnë herët, fëmijët ndjen me pas rezultate të jashtëzakonshme. Me çdo fëmijë punohet bazuar në nevojat e fëmijës. Në seancat e para observohet fëmia, realizohen observime klinike, testohet në fushat e zhvillimit, merren informata prej prindit se ku po qëndrojnë. Janë disa faza, të cilat i kalojnë secili pacient. Patjetër, edhe mandej hartohet një plan individual, ku do të tek plani individual janë të përcaktuara objektivat apo pikat kyçe ku është rëndësishme, është e nevojshme që të punohet me fëmijën. Do të thotë e bazuna do të thotë në planin individual i cili punohet në seanca terapeutike, prindi merr rekomandimet vazhdimisht si të çoaset ndaj një sjellje në raport me fëmijën apo se si ta mësoj, ta gjenalizoj atë objektiv në ambientet e shtëpisë. Tha që rezultatet janë individuale, në atë theme se si zhvillohen, sa arrin t'i kapin këto cilat ju mundonin, po cili është ndoshta një rast i suksesshëm i juaj që e mbani mend dhe jeni krenare për punën që keni bërë? Ka qenë një fëmijë i cili do të ka ardhur në seanca mosha 2 vjeç, edhe do të thotë kur ka ardhur ka pas elementet të spektrit, do të thotë ka sill gjanat, loja ka qenë jo funksionale, ka sill ndoshta rrotat e veturave, ka shikuar gjanat nga këndi, nuk ka pas komunikim, nuk ka pas të zhvilluar të kuptumit apo të shprehunit, do të thotë nuk e ka kuptuar funksionin e komunikimit. Mirë po, pas një periudhe, një farforme me seanca terapeutike të gjatë, sot fëmia është në klasën e 3, edhe komunikon shumë mirë, i bën detyrat, qëndron ulur do të thotë në klasë, nuk ka asistente, ka fëmijë të cilët do të thotë mund të kenë nevojë për një asistente mbështetëse e cila do t'i inkurajojë në pavarësimin e tyre dhe në zhvillimin e shkaqeve. Sa më shumë, patjetër, jo çdo fëmijë do ta ketë suksesin e njëjtë. Kjo varet nga potenciali i fëmijës edhe puna stimuluese që bëhet do të thotë në bashkëpunim me psikologun. Po. Sepse pas psikologët është edhe kjo natyrisht puna që e bëjnë familjarët, që natyrisht familjarët pastaj duhet ta mbajnë atë tempo, të themi kështu, kujdesin dhe stimulimin për me u arrit ato që me pas sukses. Kështu që ne të përgëzojmë shumë për këtë iniciativë, urojmë që sa më shumë të ketë, të themi kështu, iniciativa online që t'i ndihmojnë edhe familjarët që ndoshta nuk kanë, themi kështu, mundësi financiare, kështu që po të falenderoj shumë që ishe sot në studio. Sukses.